unë them nafta nuk është hequr, në sensin që skema kombëtare për herë të parë është një skemë e cila kombinohet dhe me instrumentat të tjerë fiskal. Dhe njëri për instrumentave fiskal, i cili u bë me dije që me miratimin e buxhetit në nëntor të 2025-s, është pagesa 10% për autofaturat, e cila është një pagesë në mbështetje të inputeve, në të cilën bën pjesë edhe nafta. Pra, për çdo autofaturë, në vlerën e saj nominale, të gjithë prodhimi, gjitha llojeve të prodhimit, të lëshuar në për njësi, nga njësi më saktë, të cilat kanë të TVSH, pra janë të regjistruara, 10% autofaturat fermeri i ruan, 2 herë në vit, qershor dhe dhjetor, shkon tek tatimet dhe merr 10% të kësaj vlere. Dhe dua të them diçka. Neve kemi bërë një llogari paraprake. Dhe vetëm kthimi 10% do të thotë që për 1 lek të hedhur në ferm, shpërblehet fitimi është 7,63 lek mesatarisht. Cili është përfitimi i jonë si shoqëri? Është përfitimi që neve lidhim dhe fillojmë formalizojmë në mënyrë tërësore prodhimin bujqësor. Që është një kërkesë, jo vetëm për çështje të fiskalitetit e tjerë, por dhe për çështje të sigurisë ushqimore. Patjetër. Dhe kjo gjë, të themi, ndikon ose në terma të shpërblimit të inputeve, i mbështet inputet disa herë më shumë se sa që ishte pagesa ajo që quhet për naftën.